Presidenti serb Aleksandar Vučić ka shkarkuar ambasadoren e Serbisë në Zagreb, Jelena Milić, sipas një vendimi të publikuar këtë të martë në fletoren zyrtare të Serbisë. Në lidhje me shkarkimin nuk është dhënë ende ndonjë arsye specifike, por zhvillimi vjen në një moment përshkallëzimi të tensioneve mes Serbisë dhe Kroacisë, pas marrëveshjes së bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes të nënshkruar më 18 mars në Tiranë midis Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Po ashtu Vučić ka emëruar Dragan Šutanovac si ambasadorin e ri në SBA, gjithashtu me dekretën nënshkruar më 20 mars, Ivo Vojvodić është emëruar ambasadori i jashtëzakonshëm dhe i plotfuqishëm i Serbisë në Sloveni, ndërsa Milan Ravić në Bullgari dhe Davor Trkulja në Etiopi. Këto dekrete hyn në fuqi të nesërmen e botimit në gazetën zyrtare të Republikës së Serbisë.